mendon edhe ti si se Arbi ka interes për ty? Hej, pse po mendon kështu? Po nga mënyra se si e pash. Ha, na tregovni dhe neve të qeshim. Më kujtu një histori me gjelbrimin, kër ishte i vogël. Edhe mami im është shumë smur, por për atë nuk ka shpëtim. Ajo ka kancer, por të paktën për motrën tënde ka shpresë. Ali, plotësoj atë gjitha dëshirat e fëmijëve tonë. Të premtoj e dashur, se do t'ua plotësoj të gjitha dëshirat. Dhe nuk do të mungoj asgjë. Ali, merë këtë. Të lutem, mos e hanë. Vetëm nëse ndodh diçka që është më tjetër. E ani që përqafoj mami. Motër, çfarë ke? A je lënduar? Jo, A je mirë? Jam mirë. Pse s'po e hap telefonin gjelbërimi? Sholla nuk e kam mbyt vetën, Pse? Pse po thua kështu? sepse sot i tregova se jam i dashuruar me ty. Ai më tha që të dë. Ai më dë mua? Vjollca, e kam një lajm të mirë për ty, por edhe për prindërit e tu. Dëgjoni, bëni gati valixhet se ju të tre do të fluturoni për në Turqi. Babai im ka vendosur të mbulojë të gjitha shpenzimet e operacionit të Vjollcës. Dhe pasi ka gjendjen që nuk mund të qëndroj gjatë në aeroport, babai im ka organizuar një transport privat. Pap, kjo do me thonë që unë nuk do vdes. Vjollca është mirë. Kishte disa komplikacione, por operacioni përfundoi me sukses. Babai dhe unë falenderojmë nga zemra atë njeri që na shpëtoi jetën e vajzës. Zoti ja u ktheft shumë fisht. Unë isha mjesht e kuzhinës, për fjallë dashurie, ma ka le gjelbrimin. Të ngrejmë doli për zojen dhe për dashurinë e natyrës.